Donald Trump është presidenti amerikan është duke e shfaq diplomacinë që ishte deri më tani për papirë. Dhe kjo ndoshta po i bën mirë në një farë forme popullit tonë që ta kuptoj që në fakt se si funksionon, sepse këtu, siç e thash më herët, është krijuar një bindje, është përdorur ky populizmi më të madhe, duke thënë se unë i bëj boll Amerikës, do të deklaratat e liderëve tonë nganjëherë janë komplet në shpërputhje me dimensionin tonë. Dhe i dëgjon në çdo kafe njerëzit po kush ku nin Albin Kurti në kuptimin për Amerikën, ku nin për ata, domthonë kanë bind këto militantët që është një super njeri e tjerë. Dhe kjo deklarata ose më mirë themi kjo skena me Zelenskin për njerë e ka traumatizuar popullin. Dhe kanë thënë, avash se ne s'kemi kërkuar fakt. Dhe kjo është ajo situata. E dyta është që në këtë rast Amerika jo gjithë popullin, pra, jo gjithë popullin, po është një vedisim, një racionalizëm me gjithë atë. Ka pas një numër të madh të njerëzve që ka dalë për krahjet Zelenskit. Jemi shumë dakord, po nuk është pyetja a kemi dalë kundër apo për Zelenskit. Çështja është që kemi marrë vedi, jemi duke u në racionalizuar si popull me politikën dhe me diplomacinë. Se nuk i ka pas këtë qasje, besoj, as populli gjerman, as francez që ta mendojë diplomacinë, që është një lloj i thashëm, më tha, unë rëzoj, do të pa pas parasysh dimensionet ekonomike, ushtarake e tjerë. Kurse populli jonë në Kosovë ka qenë, sikur thuash, i pa lidhur me situatat reale, me real politikën. Dhe kjo shfaqe i jep një lloj vedisimi popullit tonë, kjo nuk do të thotë se ne nuk do ta ndjekim një kurs të caktuar politik dhe mos vazhdoj me ofertën tonë politike. Mirë po s'paku e dim se deri ku mundemi dhe deri ku nuk mundemi. Dhe në këtë rast, unë mendoj që bashkësia ndërkombëtare, se nuk jam duke shfrytzuar s'paku unë, edhe opozita besoj që nuk e bën një gjë të tillë, ta shfrytëzoj më tepër se sa që duhet situatën me Donald Trump dhe Zelenskin. Po kjo është realiteti. Dhe po qënë sinjale që tjetë një vit tjetër politike dhe nuk e ka bërë tani me Donald Trump Amerika. Më falni, po e ka bërë qysh me Escobarin, qysh me ambasadorin më herët, Hovenier, e tjere. Thot që sinjalet kanë qenë të një pasnjeshme, jo vetëm me administratën Trump. Po këtu e ke mbi tavolinë që thua ti. Dhe e po thot, nuk je në kursin tim, nuk je do thot në raport në partneritet me mua, ose si thuash në një shkëmbim politik të duhur, i cili më takon dhe të takon. Sepse në diplomaci, se cili e di rangun e vetë, dhe e di ku janë të barabartë dhe ku nuk janë të barabartë. Nuk je ti me fjalë bësh, thot që nuk je asgjë, as një mbules për mbrapa, që ta vendosësh mbi tavolinë, kjo është fjala ime e fundit, nuk je ti. Thot as dhe je i detyruar, siç e tha zonja më përpara, të bësh edhe kompromise. Kompromise, sepse kështu funksionon politika dhe edhe ne ndoshta do ta shohim se çfarë nga do të shkojë kjo rrjedh e koalicioneve, po në një moment apo në një tjetër, o do të bëjnë kompromis me njëri tjetrin opozita, ose do të bëjnë kompromis me Kurtin. Çështja edhe brenda opozitës ka dallimet mëdha për këtë kompromis. Aty po e them. Se po mendoni se na ka marrë mallin neve për LDK-n që të bëjmë koalicion me ta. Të votave, të pozitave është bukur vështirë. Po pikrisht atë po e them edhe unë, që do të thotë ne o do ta gjejmë një kompromis mes një koalicioni të madh mes partive politike, se po ju them të drejtën, nuk na ka marrë malli as për PDK-n, as për LDK-n për të bërë koalicion me ta. Thotë po jemi të detyruar, sepse sistemi zgjedhor na ka nxjerrë me këto rezultate, dhe nëse duam ta bëjmë një qeveri ndryshe dhe të përgjigjet situatës, duhet këta që të jenë burrshtetas. Dhe kur themi burrshtetas, mos mendojnë vetëm në rangun e partisë, po në rangun e komplet situatës, të ulen, të diskutojnë dhe të gjejnë kompromiset e duhura mes tri partive politike për të arritur ta